a lejohen ndërhyrjet në fytyrë për bukuri tek femrat, si për shembull botoksi? Botoksi, nëse është për mjekim, përdorim mjekësor, lejohet, sepse është mjekim është, kurim. Ndërsa nëse përdoret për estetikë, respektivisht me hik rrudhat, ose me i trash buzët, ose ku diun për çfarë përdoren granimi, femrat, kjo nuk lejohet, është haram. Dhe kjo është edhe fetva e Akademisë Fikhut në Mekë, nëse s'gaboj. Është fetva akademive shkencore, ndërto edhe Akademisë së Fikhut në Mekë. Nga se janë ndërhyrje për ndryshimin e formave të trupit pas një nevoj. Thjesht për të dukur më bukur, e që i bie për me bo fals, e që i bie me rrejt njerëzit, e që i bie me që anti tek femrat me i bo fitnë e moshkëve. Andaj, asë një arsye nuk e ka, dhe se këndimi është haram. Kështu është fetvaja.